Një vajzë italiane u shtrua në spital në Tajlandia dhe në fund, kur doli nga spitali, i erdhi llogaria 4.000 euro në ditë. Po, dëgjojeni këtë histori sepse dua që t'ju informoj. Është një informacion tepër i rëndësishëm për të gjithë, jo vetëm për juve, por edhe për mua, sepse ndonjëherë ne harrojmë që ka disa rregulla në mbar botën. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Ju falenderoj që jemi për bashkë. Një vajzë, këtu nga Roma, 27 vjeçare, shkoi në Tajlandia. Nuk ishte hera e parë, sepse ky është thelbi. Dëgjojeni deri në fund për të mirën tuaj. Nuk ishte hera e parë, kishte shkuar dhe herë të tjera dhe ishte bashkë me të fejuarin e saj. Si duket, diçka i bëri dëm dhe i krijoi një problem në stomak. Dhe ajo ishte detyruar që të shkonte në spital. Kur shkoi në spital, i thanë që duhet të bësh një operim urgjent, si është ajo nga mica. Duhet bënte një operim, nuk më vjen tani në shqip se si quhet. Dhe për 3 ditë, sepse është një operim, le të themi, kryesisht 80-90% është i thjeshtë. Dhe pas 3 ditësh që doli, merreni me mend. Operimi, pra operacioni së bashku me të gjitha çfarë ishin shërbimet që ishin aty, 4.000 euro në ditë. Por prisnin sepse ajo bëri edhe analizat. Duhet pagonte analizat, gjitha. Gjithsej ka paguar mbi 20.000 euro. Po. Pra ajo pagoi rreth 2 milionë ca bat, më duket, gjë e tillë. Dhe nuk e kuptoi sepse në fillim fare ajo nuk e dinte këtë gjë. Mirë po, si të na shpëtoi neve, mua për shkakun si të më shpëtoi, sepse kam qenë në disa vende për shkakun. Dhe ndaj ju thash që edhe unë mësoj nga ju dhe ju mësoni nga unë. Sepse duke diskutuar pikërisht për këto, të shkon mendja me njerë. Çfarë ndodhi? Atëre, duhet të dini që ajo i erdhi një shpenzim kaq i madh sepse nuk ishte e mbuluar nga siguracioni, nga sigurimet. Që janë sigurimet? Në qoftë se mbani mend në kohën e atërshme kur vinim në Itali, mase mbani mend shumë shqiptarë që vinin drejt Italisë. Tani sikur është rralluar, po më përpara ishte pothuajse për ditë, që ti kur kaloje të kërkonin nëse kishe bërë siguracionin e rrugës, e udhëtimit, për të futur në Itali. E mbani mend? Por kjo nuk është vetëm për në Itali, është për në të gjitha vendet e botës që nuk janë të njëjtit. Për shembull, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë. Por një shqiptar që s'është i Bashkimit Evropian, vjen në Itali, shkon në Gjermani, në Zvicër apo ku do qoftë, është i detyruar që të bëj një siguracion, sepse siguracioni të mbulon shpenzimet. Po, pra një siguracion që mund të kushtoj 10 euro, 5 euro, ndoshta ndonjëherë dhe 20 euro, varet, ose dhe disa shtete për shembull që e kanë gratis, ty për shembull mund të kushtoj 1000 euro. Kur ti të shkosh pas 30, do të shkoj 1000 euro. Pse? Sepse siguracioni çfarë bën? Siguracioni të mbron për nëse ndodh një aksident, nëse ke pirë diçka apo ku ta di unë, në atë shtet. Pra kjo vajza ku shkoi në Tajlandë, kishte shkuar dhe të tjera, po s'kishte ndodhur asgjë. Kurse kësaj radhe ndodhi diçka që ajo nuk e dinte. Në momentin që ndodhi, shkoi në spital, ajo kujton se ishte si në Itali, që ti shkon në pronto soccorso, çdo gjë në rregull dhe akush u pa. Jo. Atje ti duhet të pagosh, jo vetëm në Tajlandia, por në gjithë botën. Bile do t'ju tregoj edhe një diçka tjetër. Këto janë informacione tepër të rëndësishme, për dikët ndoshta duken kur i mëson thua, apo këtë, apo mirë, sepse i mësove, ose dikush që i di thotë unë e di. Por një informacion i tillë mund të të shpëtojë jo vetëm nga miliona euro, nga mijëra euro, por edhe nga miliona gjëra. Tani, ka disa që mund të thonë për shembull që ç'më intereson mua, unë iki nuk pagoj. E ke gabim, s'mund të dalësh dot. Nuk del dot nga vendi. Nga do iksh nga malet? Ti do iksh të bësh gjithë ato peripeci nga malet që mundet të kapin, mundet të qellojnë, mundet të arrestojnë, kur ti mund ta zgjidhësh vetëm me një gjë, informacioni, dia është pushtet, atë që themi gjithmonë. Pra, përpara se të shkoni diku, një vend që nuk është pjesë e vendit ku jeni, për shembull, nëse gjendeni në Bashkimin Evropian, nuk mundeni që të shkoni për shembull në Amerikë apo ku të di unë, apo në
Zvicër, sepse Zvicra nuk është e Bashkimit Evropian, apo në vende të tjera, në Australi apo ku ta di unë, pa një sigurim, pa një asiguracion. Thash, ka vende, ka shtete që i ta japin falas. Mjaft që ti të shkruesh, se që ti po shkon atje. Ka nga ato që ti pagon 5 euro, 10 euro, më shumë dhe e bën, por për 10 euro varja. Mjafton që ti të jesh i garantuar, sepse ti mund të thuash që për që do me gjej mua? Pive një gjë, të nget si diçka, bëre një aksident, edhe si kur të qëlloj tjetri, ti do je i detyruar të shkosh në spital, si do t'ja bësh? Pra ky është informacioni mbret i udhëtimeve të dikujt që shkon diku. Tani po fillojnë festat, dhe ndoshta dikush nga ju për shembull mund të shkojë, ku ta di unë. Dhe kjo që është që ne nëse nuk kemi le të themi probleme, çdo gjë shkon mirë. Po nëse ke probleme në atë vend ku shkon, pra keni kujdes. Do të tregoj një histori që është e ngjashme me këtë, por ndodhi në Amerikë. Një çift nga Napoli, këtu nga Italia, ikën me pushime në Amerikë. Dhe ajo kishte motrën, pra gruaja që iku ishte shtatzane dhe iku me të fejuarin. Dhe shkuan fejuarin sepse nuk ishin martuar, mbi të bashkëjetonin. Dhe ai ishte shtatzane në muajin e 6. Muajin pothuaj muaj 7, nuk ishte mbritur akoma muaj 7. Dhe ç'bëri? Ndoshta nga udhëtimi, ndoshta nuk dihet se si, ata ndajtën dhe disa ditë, atje shkoi pothuajse 20 e ca ditë. Pra ajo ishte futur në muajin e 7 dhe ndoshta nga lodhja ose nga udhëtimi, siç ju thash, ose nga nuk dihet se si, dhe ajo u detyruai që të shkonte në maternitet sepse lindi fëmijën atje. E dini se sa i erdhi pagesa? Mbi $100.000. Po, vetëm për lindjen e një fëmije. Tani, ka disa rregulla. Fëmia ndonse është, sepse dikush mund të thotë për shembull, lindi në Amerikë, ai mund të marrë në shtetësinë amerikane. Nuk është kështu, sepse as babai as nëna nuk kishin fare asnjë lloj dokumenti amerikan. Kështu që ajo vetëm krijoi probleme vetvetes për një si themi, një problem të vogël, që ajo mund të kishte zgjidhur më përpara. Kush është problemi i vogël? A e dini se ti duhet të deklarosh përpara se të nisesh nga një shtet në tjetrin se sa muajsh është fëmia, duhet ta deklarosh në aeroport. Po, sepse ndryshe, nëse se ti shkon për shembull nga një shtet në tjetrin pa bërë deklaratën dhe ti je në pas muajit të 6, të gjitha shpenzimet i mbulon ti. Pra, ti nuk mundesh që të shkosh të udhëtosh drejt një shteti, ligjërisht jo, për shembull drejt Amerikës, nëse fëmia është në barku i është në vendin në muajin e 7. Nuk mundesh. Sepse ata thonë, po sikur të lind këtu, atëherë duhet pagosh ti çdo gjë. Ndokush ajo do thotë, po mirë, vari, a dhe pagova. Jo. Informo më përpara mos shko atë muaj. Prit 2 muaj tjerë, të lind fëmia dhe ik pastaj. E kuptoni, pra ka disa rregulla ndonjëherë që duhet i dini. Dhe ja u thash që shumë prej jush ndoshta neglizhojnë këto sepse duken si gjëra të vogla, por është mirë që të jeni të informuar. Dhe në këtë rast, për shembull, kur shkoni në një vend që nuk i përket, për shembull, nëse jeni në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Malizi, nuk mundeni që të shkoni në Itali apo vende të tjera pa një asiguracion. Bile do t'ju them, a e dini ju që edhe Shqipëria me Kosovën, me Maqedoninë, me Maltezi janë shtete të ndara, ndonse nuk e kërkojnë si quhet garancin ose atë asiguracionin. Por secili e ka për detyrë që ta bëjë sepse janë shtete të ndara. Është detyrë e çdo si quhet individi të një shteti tjetër që kur futet në një shtet tjetër, sepse është një shtet tjetër, duam apo nuk duam, është i detyruar që të bëjë asiguracionin. Për shembull, pse makinat bëjnë asiguracion, për shembull kur shkojnë në Kosovë, makinat shqiptare? Pse? Sepse tani ka ndryshuar sepse ka shumë asiguracione që janë të lidhura.
por më përpara, për shembull, unë isha i detyruar që të shkoja në Kosovë, bëja një siguracion tjetër, përveç atij që kisha në Shqipëri, sepse ishin shtetet ndara. Pra, ja u thash që t'ju informoj që kjo vajzë që shkoi në Tajlandia mori, me fjalë, duhet të pagonte 4.000 euro në ditë sepse nuk e kishte të mbuluar nga siguracioni. Dhe ti si një i huaj, ose si një njeri që nuk i përket sepse nuk e paguar as taksat, nuk je taks pagues, ti duhet pagosh shumën komplet dhe pagon mjekët, infermierët, shërbimet, ngrënien, pirjen, ujin, dritat. Pra në të gjitha ato shpenzime janë çdo gjë që ti përdor brenda të spitali. Kështu që bëni kujdes dhe doja t'ju pyesja juve. Kujt për juve i ka ndodhur? Shpresoj mos t'i ke ndodhur askujt, por nëse i ka ndodhur, mund të na i thoni, të na i tregoni, dhe tjetra, a i dinit këto? Pres komentet tuaja, shpërndajni këto informacione dhe pres një koment, çfarë do lloj komenti qoftë ai. Ju dua shumë. Faleminderit që jemi përbashkë. Ja, fal juve, unë mësova edhe këtë. Mësova, jo se nuk mësova, unë e dija, por u rikujtova. Hajde, ju përqafoj natën. Sepse se mbylla, më fali.